Uroj të keni një javë të qetë, të përballoni sa më lehtë këtë vaftë, tronditse duhet thënë, dhe të na ndiqni deri në orën 11 këtu në Reze Dielli. Kemi recetat me Albanën, pas pak do të gatuajmë diçka të shishme për ta nisur javën dhe ditën e sotme, dhe po ashtu në pjesën e dytë të programit do të flasim për një bimë e cila është mrekullibërse duhet thënë. Gjithmonë natyra shëron, themi ne, gjejmë bimë të cilat na ndihmojnë në gjendje të ndryshme shëndetësore, siç është bishtamiti ose mi fletëshi quhet ndryshe, nga qetësimi i plagëve deri tek qetësimi i dhimbjeve menstruale, po e shumë përfitime të tjera të kësaj bime do t'i zbulojmë pas pak me doktor Ylli Merja, dhe ndërkohë do të presim edhe shqetësime telefonatat tuaja për një komunikim siç do të hënë në studion tonë. Na ndiqni për më shumë informacione rreth shëndetit dhe rreth asaj çka natyra mund të na ofrojë. Pas pak në orën 10 do të jemi në këtë bisedë në Bima dhe Shëndeti, ndërkohë zhvendosemi tani në kuzhinë. Çfarë ndodh në kuzhinë në një ditë të hënë, fillim jave, fund muaji, vape madhe, mirëmëngjes. Çfarë na gatuan sot? Çfarë po thoje që të hahet? S'ke ngrënë mëngjes? Kjo të lë zbuluar dhe në ato rasti kur thënë no comment. Ne këto që ne kemi fillim jave, kemi plot, kemi furnizime, kështu që çfarë të duash ti mund të zgjedhësh, dhe unë mund të gatuaj ndërkohë ha mëngjesin, të lëm një hapësirë. Nëse unë do konsumoj dark faktikisht, patjetër që në mëngjes kam uri. Kur konsumon dark? Dikur kisha një shprehje time, thosha, shikoj kostën dhe kam uri. Ose domatja me zima vetën e vetë do mbaj mua. Mendoj që mund kisha edhe diku të 20 kg, 22 kg, avash për këtë 90, avash. Ja ka marrë dorën, kështu më hapa të nga dalja për të sigurta. Sot kemi domate të mbushura me mish të grirë. Po, janë të veçanta faktikisht. Edhe mua nuk më pëlqen të përzjej domaten me spesin. Ose të bëj të gjitha perimet, kungull, patlıxhan, pra një mix perime që ti mbush, ose të kundërt dua vetë që të kena të shijen. Sepse domatja do hy kudo. A e kemi dëgjuar për shumë që thoni, aman se i fut hundët kudo, edhe domatja është kudo. Sidomos në gatimet e verës. Edhe gatimet e verës, po dje për shumë kam bërë një gjellë me domate që quhet ndryshe, me speca të skuqur edhe domate të kaurdisur mirë, një gjellë vere që më pëlqeu shumë. Po i përdorim në sallat, po ja të mbushura, po në supë me domate. Në të gjitha i përdor. Në të gjitha i përdor. Pra, nëse do thoni që me gliko i përdor. Po. Domaten e jeshile. Në supra po. Në sallatra po. Në supra të ftota në gazpacho po. Shumë e mirë del. Në tava po, atëherë ku? Pra janë domatja një, domatja, patlıxhani. Kanë shumë receta. Dhe qepa janë unikale në gatim që janë patjetër. Është dhe sezoni salsave tani, kështu domatet e pjekura mirë mund t'i kalojmë edhe në salsë, na duhet shumë kohë për ta përgatitur salsën, kështu që vetëm në shtëpi mund ta arrim ta në domate të thara, domate të thara speciale. Po. Në vaj ose ndryshe. Ka vendosur mishin e grirë derisa të kokrizohet. Do të shtoj... Në bëjmë kimën tani, që të mbushim domatet. Një mas qepe, që shtoj kaq shumë, më duhet, prandaj edhe shtoj kaq shumë. Sepse kam thënë, me një gur, vras 2 zoq. Dhe i lë paksa të bëhen. Derisa të zbuten mirë me njëra tjetrën. Mirë deri në formën e një kime. Pres zemrën, heq zemrën e domates. Do të shtoj pak fare ujë që të gatuhet, mbusha të jetë me lëngjet e veta. Dhe në këtë formë që ka domatja, jep atë... Me jep pak atë të lumët. Ja, me jep pak atë... Si që në ato
kombinimet e fruta perimeve me organet e trupit, si që ka kryuar natyra, dhe domatja jep atë ide në formën e zemrës, që tulli ka, dhe vjen aromë domate, është sezoni. E tulta. Po një kombinim shumë i mirë, ose një përfitim shumë i mirë është domatja vetëm për zemrën se ka likopen, dhe është përbërës substanca kryesore që nga likopeni pastaj kemi atë bimër likopsi për aritminë, dhe bëhet kjo lidhja mes ushqimeve dhe mes përfitimeve që marrin prej tyre, duke i parë ushqimet, produktet, jo vetëm për shije, por edhe për të mirat që na sjellin. Unë vetë, mos vjen avash, mosha dhe fillon ajo frika ndaj vetes, frika ndaj sëmundjes, prandaj më pëlqen domatja, unë jam me aritmi, jam si fëmijë i lindur me aritmi. Po kur vinte puna te domatja, thosha, domatja thosha me zi marret nga i deg. E kishe me të dëgjuar dhe ti, se më kishe ndonjë eksperiencë. Shif. Por jo vetëm për zemrën, dhe për prostatën dhe meshkujt, shumë e shëndetshme, kombinuar gjithmonë me vaj ulliri. Tomate dhe vaj ulliri është shumë e mirë për shëndetin e prostatës dhe shumë përfitime të tjera. Këtu dhe vendos kapakët këtu, sikurse edhe pjesën tjetër, pra 3 domate. 3 domate janë e tull, duhen të mëdha, duhen të jenë të bëra, por të forta. Të bëra, por të forta. Kjo është ai lloji domateve roz që fillojnë dhe marrin ngjyrë. Kjo është domate, faktikisht, domatja zemërkau ka të ndryshme. Ka disa variante. Ka ato sërgjaqet, janë rumbullake, por ka një ngjyrë pak si roz. Dhe me thënë drejtën, kanë shumë shije. Bëra pra këto zgavrat ose krijova shtratin e domates për të vendosur mbushje. Ja këto. 3 janë boll për të sjellë një shembull. Boll sepse janë të mëdha. Janë të mëdha. Mbushura me kim, kapakët dhe pjesën e mbushjes do ta përdorim. Po patjetër që po. Do të shtoj salcën, pelte, sikurse salcën e koncentruar. Tja dini, grave, nënave, njerëzit që punojnë në kuzhinë sepse është vapë. Edhe nuk është se po ndjen në një fresk kaq shumë. Mbi sopë. Më duket sikur do shkrijem edhe unë e tëra bashkë me qepën. Është vapë. Ndaj duhet zgjedhur ca alternativa kështu për janë disa profesione, për shembull, që marrin gjithmonë kanë vështirësitë. Ja, por në kuzhina. Kuzhina për shembull është një, po, çfarë janë me fura janë pak profesione të vështira. Këtu kam orizin. Le të marr domate dhe ta kaloj në blender. Gjithashtu do marr dhe pak bim aromatike më pas. Po ja, ti bëjmë gati, kopa në ganoz. Për t'i kaluar. E shtojmë salsën në fund, po pas kemi dhe patate, dhe patate do t'jenë pjesë. Patatja është opcionale, por që është e duhur. Të gjitha i largoj që të kem... Në përgatitje të kimës, bashkë lexojmë edhe njerë recetën e domateve të mbushura me kim. Ju duhen domate roz mdhaja, zemërkau, lloj të tillë të cilët mban mbushjen dhe që ka atë tullin e brendshëm të pjekur mirë. Për një familje mesatare, 8 domate, 500 gram mish i grirë, 3 qep mesatare, 2 filxhan kafeje vaj,
1 lugë salcë e koncentruar, 4 filxhan kafeje me oris të zier më përpara, krip, piper i zi dhe majdanoz i freskët. Tani jemi në fazën, s'kemi shtuar ende të tullin. Do të shtoj krip, piper. Nuk harrojmë furën e parangrohur. Sikurse, me pak të tullë mova. Kam orizin e parazier. Një shplarje të mirë të orizit. Unë gjithmonë aplikoj lëngun e limonit të oriz. Dhe më pas, lëngun që lëshon ujrat i zjerjes. Unë e lëktu. Edhe nga ti me përdorim. Në një supë. Të gjithë. Shtem edhe orizin e zjerë dhe përzijejmë. Ja. Përderisa të bëjt një përzierje shumë të mirë, edhe çfarë kam aty unë tjetër, dhjozëm. Po, i shtojmë. Sepse dhjozma është kryesorja që duhet të jetë. Sa më shumë bimë aromatike, aq më tepër shije kemi. Një dhe këto të tjerat, se këto kanë një kërcjell pak të fortë. Nëse ne duam për shembull, tek specat e mbushur, edhe këtu duhet të vendosim një lugë në energjik të thatë. Po, jep shumë shije. Jep, aroma është më e koncentruar. Aromë. Tek në energjiku i thatë. Shtoj. Edhe një sekundë se ka mbrapsht dhe bimat aromatike ja. Ndërkohë që i përzijejmë dhe zjejmë bashkë me bimat aromatike, bëjmë atë shkëputjen tonë të vockël dhe rikthehemi për të vazhduar pastaj me mbushjen e domateve. Gati për të vazhduar tani, kemi është gati për të mbushur 3 domatet që i kemi përgatitur. Në fund, pas e kemi dhe këtë salcën ose pjesën e tullit, se gjithmonë bëjmë çik mbushje më tepër për ta vendosur edhe jashtë domateve. Ja, të mbushur nëse unë e ngjesh, si që ngjesha, është gabim. Sepse duhet që ne të kemi edhe zjerjen e orizit të domatja. Pra nëse unë do ta ngjesh, nuk do t'i lë hapësirë në thojza, hapësirë, sepse ndoshta kjo ndodhi nga që kemi të parazirë në orizin, kështu që s'do t'i duhet dhe aq shumë për të lëshuar. Pra të ketë ajër kur themi. Tiganin. Mbush. E lë që të bëhet. Do të shtoj ujë. Dhe e lë të zjej tamam.
Pra, jo më kot, kam për 2 gatime. Pra, më duhet për 2 gatime, një mbushje për 2 gatimet. Kam lëngun e domates, shtoj vaj, krip. Opsionale patate, speca, po patatja është me e duhura. Çfarë do lloj patate të keni? Kur është patatja e re, me lëkur, akoma edhe më mirë. Nëse patatja është më e vjetër, asgjë nuk hedhim poshtë, sepse pataten e kthejmë në qips. Një përzierje. Kaloj patatet më njanë. Duke respektuar edhe numrin e patateve. Kjo mëse është kjo shaka. Ajsa që janë. Kjo shaka pa tjetër. Tani ju në shtëpi, se duke shpresuar që t'jeni sa më shumë, po me qënë se dim që numri mesatar i familjeve është i zvogluar, do t'i shtoni dhe duhet t'i fishoni pastaj nëse keni më tepër njerëz. Pakës fare krip. Dhe direkt në furrë të parangrohur, nëse ju nuk e keni në mes të zgarave të dyjave, shumë mund t'i vendosni një letër pjekje. Në të kundërt, nuk i vendosni. Qoftë rrezin e keni të pazier, vendosni letrën e pjekjes. Nëse keni vepruar si unë, pa letër pjekje. Mirë është që të zihet kështu ujë dhe oriz dhe keni gati. Nuk ju merr shumë kohë dhe nuk ju thahet shumë mbushja, do jetë më mirë në trajt kur ta shijoni. Ka dhe salcën brenda, bimët aromatike, mishin e grirë, orizin, qepën, gjithçka e gatuar me zjarr të ngadalt, në mënyrë që të mos firrojnë me një herë ato lëngjet, po dhe të mbeten shihet në të. Pjesa tjetër e kimës që na mbetet? Po patjetër. Gjë që mund t'i shtohesh pa dyshim edhe tavë. Do marr një tavë, ja e kam direkt këtu. Por ne ndërtojmë një recetë të re. Kima patjetër mund të ishte aty tek domatet e shtruar, por duke sjell pastaj receta të tjera, duke ricikluar gjithçka që mbetet, nuk hidhet asnjëherë poshtë, por ja, vjen një recetë ndryshe me tavën e baltës, në vezë, po dëshë i herë. Atëherë. Marim 2 vezë, 3 vezë. Dhe gatuajmë poshtë saj një kim me vezë. Shtoj pak krip. Lëngun e orizit. Po. Pra këto receta është recetë që ty të vjen në mend që të shfrytëzosh çdo produkt që ke. Dhe e mirat është nëse ne kemi të gjitha, normalisht do dali shto këto e hodha gjithë mirat e botës. Po ju hodhë gjithat mirat e botës, do dali vetë bota. Problemi është që ti t'japësh shije në 2 produkte dhe ne dim që shija më e mirë janë ato shije që ka vetëm 3 produkte, pak fare, sepse shija koncentrohet në ato. Qep, domate, vezë për shembull. Ti e ndjen shijen. Kurse kur fillojmë dhe bëhen më lumë, atëre e mjera unë. Tani filloj loja. Çështje shijesh. Tani filloj loja. Goja, pa e me ka goja. Ajde, bëjmë që kur luajmë gjoja. Mirë se ti që të haesh e mëgjes. E bra për vete. Atëherë, shtoj masën e djathit. Ka ishtë djathit të shtoj. Njërën e përdorë për vaktin e drekës, tjetërën recetë që kryohet pas saj e përdorë për vaktin e sardës. Mirë, do jetë që të shtojmë pak spec djeks. Mirë do jetë.
Por, që unë të jem... është vap tani. Po e lëm pas petë, sot. Opa, tani shtoj dhe... Vez, lëngorizi dhe tjath. Ja ta largojmë kripën. Edhe kjo në furr. Në furr? Tavën e baltit. Hesh. Dhe di që ndodhë që kjo e dyta që kryohet, dhe më mirë si para. Si recet. Pra kima, që ka brënda edhe vezët dhe djathin, lëngun e orizit, qepën, erzat bimët aromatike të kombinuar, salcën e domates, gjithë shka. Faktikisht, Tani do ta vendosim për të pjekur i shkon shumë të mishi grirë, për shumë, i shkon shumë edhe lëngu i një limoni. I shkon jashtë masë, si kur se bëndë japrakët, por të japrakët unë shumicën e rastëve nuk e përdor salcën e kuqe, për në varësi çfarë gatuaj. Atëhere, boll fola, direkt në furr apo hapim ta vendosim të poshtë, është pak e rënda jo. E ngrohur e para ngrohur, s'ka rëndësi tani sepse është vetë e ngrohur. Edhe procesi le të vijoj. Më pas vi me recetë tjetër, për shembull me biskota me tërshër. Shumë mirë për mëngjes, bëjmë çik pauzë tani, reklama, bëjmë gati tryezën dhe vim me biskotat me tërshër për mëngjeset tuaja. I rezistojnë ditëve, kështu që i përgatisim mirë dhe i kemi për ditët në vazhdim, e shoqërojmë me një lëng frutash apo me qumshin, ju e dini, rikthehemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e fundit të recetave tona. Do të përgatisim tani, siç tham, biskota me tërshër. Shohim fillimisht recetën e shkruar, se çfarë përbërësish ju duhen për këto biskota të shëndetshme. Tek e kemi recetën. Ju duhen 2 gota tërshër, tërshëra e plot, kokër plot. 2 karrota të grira në rende. 1 moll e grirë po ashtu në rende. 2 vezë, 200 gram kos, 1 lugë çaj plur pjekës, 1 lugë çaj karafil, kanell, 1 maj lugë krip, 50 gram arra ose bajame të grira, dhe kjo sipas dëshirës, por ja shtojnë shijen, ja shtojnë edhe vlerat mbi të gjitha. Ne kemi dhe bajamet edhe arrat sot, kështu që ta gatojmë recetën me të gjitha elementet që u përmendën në recetë. Kam tërshërën. Nëse ju nuk do keni masën e kosit të duhur, atëherë vendosin pak qumësh. Nuk keni qumësh, vendosin pak ujë. Po. Ideja është të zbutet tërshëra. Mua më pëlqen që të bëj, të veproj atë produkt që unë nuk e kam, se për të pas, kur je në ekran i ke që të gjitha. Por në shtëpi, nuk mund t'i ke që të gjitha. Dështoj masën e kosit. Pra, shtova pak ujë. Shtoj masën e kosit, që unë nuk e kam 200 gram. Shtoj vezë. E lidhin më mirë masën. E bëjmë gati dhe tavën këtu. Domate e kam ondjen. Karotat? Më vjen mirë që e ketë paktën sot me domate. Edhe mollën e grirë. Mollë e grirë, karotë e grirë, i shtojnë ngjyrat, shihen, vlerat. Se më vjen dhe për të qeshur. Kjo si që është mund të bëhet dhe kekë, kështu si që është në... Shkoj të rroba qepsja. Dhe faktikisht, kam edhe unë atë vigjozin tim, dua veshjen, pëlqejnë veshjes, kam qa bëj. Dhe gjithmonë më thot, Albana je dobësuar, Albana je shëndosh. E thash, për hirtës e vërtetës, ka markile. Edhe më thot, këtë vit jam shëndoshur. Edhe më, Albana e ketë ngusht, po ke markile dhe është ngushja. Po jo, i thash se jam fryrë. Albana, mos më gënje, ke ngrën. Po më ndodhe në mundjen time tani. Po si mos... Një sekund, të kesh për shembull
vezën. Vezën për të rregulluar zërin. Po për të patur fuqi dhe për t'i bërtitur që hajde këtu se nuk më dëgjon. Nga veza, se nuk të shëndosh veza tani. Shiko po veza, për mua veza është shumë e duhur. E duhur patjetër. Dhe sidomos më pëlqen veza e kuqe. E kam thënë dhe më pëlqen veza e kuqe. Te dy vezat e kuqe që shtova, është edhe kanellën. Ç'është shpreha që ti si bën pas kur po bën vezë të kuqe? Po do të kesh vezën e kuqe që të bësh vezën e kuqe. Për shembull, unë këtu kam vendosur piperin, që është në krah tjetër. Dhe shtoj. Nuk na duhet, po edhe flur pjekës. Flur pjekës. Të gjitha i përziej mirë. Dhe çfarë arome? Bajame të ara do t'i grimcojmë ndoshta për ti. Kjo më duhet për më tutje dhe Okej, do kalojmë edhe bajame dhe arat tek masa të vogla o ti... Mirë se erdhët në Reze Dielli, si që shihni tryeza jo në shplot me bim, lule, cilat na vinë prej natyrës tonë të mrekullueshme, sepse vetë natyra prej shekush ka qenë farmacia e parë e njerëzimit dhe vazhdon të jetë për mbështetjen e shëndetit tonë, ndërsa sot kemi zgjedhur të flasim për mifletçin ose për një lule shumë të veçantë që njihet për vetitë e saj kuruese dhe kombinuar me lule dhe bim të tjera sigurisht na ndihmojnë për shumë gjendje shëndetësore. Quhet bishtamithi ose një mifletçi. Mirë se erdhët doktor për të folur më shumë rreth bishtamithit ose populli siç e njeh ndryshe. Bari pezmit, lulja e gjizës, bari i dhëmballës, pra populli si pas vetive të saj kurative, i ka vendosur një emërtim. Dërsa emri i saj shkencor është Achillea millefolium, për faktin se nga mbi emri, ne na duket sikur millefolium do të thotë 1000 fleçe, pasi kjo ka këto, kjo është gjetje e saj. Dhe këtu, si kur ti numërosh, janë me të vërtet, nuk mund të themi që janë 1000, por ishtë ngjitur kjo 1000 fleçi. Por, këtu tashin, në brendësi të këtyre gjetëzave të vogla, që duken tamam si gishta që punojnë për të marrë nga nën toka ato vlerat e çmuara dhe për t'ia transmetuar njeriut për shëndetin e tij. Pra, duket sikur janë me të vërtet, por në brendësi të këtyre gjetëzave, ndodhen edhe 2 lëndë aktive. Njëra është miela dhe tjetra është... Nga kjo ka marrë dhe emërtimin. Prandaj ka marrë dhe këtë emërtimin. Një përbërje, si thuash, e atë disa acideve, kafeik dhe klorogenik, që na ndihmojnë më së miri edhe në dobësimin e trupit, por njëkohësisht që janë edhe antioksidant të fuqishëm për mbrojtjen e njeriut, e shëndetit të njeriut. Pra, duket sikur kjo bim, me mesazhet që na jep, duket sikur na thot, shikojini vetit e mia, unë thot nuk flas me madhështinë e lules, por me veçantit e saj. Pra, kjo bim që unë kam në dorë këtu, pra Achillea millefolium, që Achilli e përdorte për mjekimin e plagëve të luftëtarëve, prandaj e ka marrë edhe këtë Achillea, atëre flet me të vërtet me përbërësit e saj kimik. Pra mund themi që është një laborator i tërë mikroelementësh që ndodhet qoftë tek lulet, qoftë tek këto gjethet, po pse jo edhe tek kërcelli. Pra edhe lulet i kanë të shumëzuara, edhe gjethet të shumëzuara, edhe vlerat pashtu besoj janë. Këto lulet janë tamam si yjet vogla. Pra nëse unë do ta këpus një, ka 5 petale, është shumë e brisht e vogël, ja. Kjo është një lule. Atëre, Nuk kushte rritet kjo lule? Kjo është një bim barishtore 2 vjeçare, rritet në toka, si thot populli, kërnall, do më thënë, guriçka, toka të thata, mjafton që ato të përmbajnë hekur. Pasi, në brendësi të këtyre gjetheve, ndodhen në 100 gram gati 60 mg hekur. Pra është një bim shumë e çmuara për aneminë e njerëzve të ndryshëm. Pra, në këto lule kaq të vogla, ndodhen pika të një vaji esencial që me të vërtet ato të shërojnë me aromë. Por, po të shikohet dhe të analizohet përbërja e këtij vaji esencial, duket sikur kemi të mishëruar ose të marra
sa nga kamomili, për shumë ka kamazulenin, sa nga pisha dhe bredhi që ka këtë alfa dhe beta pinenet, sa nga karafili që ka këtë në përbërje të vajt esencial kariofileni, dhe 1.8 cineoli që është më i gjënduri tek kanela. Pra, shiko, një përzierje, si të themi, e këtyre vajrave esenciale që gjenden me shumic tek shumë bimë të tjera. Dhe njëkohësisht edhe germakroli. Pra, janë me të vërtet përbërës shumë të fuqishëm dhe veprues në organizmin e njeriut. Përveç kësaj, po ta shikojmë këtë bimë që është përdorur historikisht për qetësimin e dhimbjeve të dhëmballëve, qoftë tek fëmijët, qoftë tek të rriturit, e populli ka thënë lulja e dhëmballës, sepse kjo ka veti për dhëmballët, po edhe sot ajo përdoret në këtë mënyrë. Marrim afërsisht, pastrojmë me këtë bishtin e kësaj lules, pastrojmë atë sidomos tek fëmijët, pastrojmë atë gropëzën që mund të jetë krijuar tek dhëmballa, me këtë bishtin e kësaj lules, e shtypim, e vrasim pak 5-6 deri në 10 lule, dhe mandej kjo vendoset në atë pjesën e gropëzuar të dhëmballës. Pra, brenda 5 minutash, efektin kjo do të japi me njëherë. Ato dhimbjet e dhëmballës fillojnë të qetësohen, të ulen, dhe nuk do të kemi më rishfaqjen e saj brenda disa ditësh. Dhimbjet e dhëmballës, dhimbjet menstruale, ju thatë pak më herët, për çdo lloj dhimbje përdoret kjo bimë apo janë të specifikuara llojet? Shumë bukur. Për shembull, nëse ne do ta shikojmë këtë, kjo përmban kështu kumarina në brendësi të saj, pra ta shikojmë këtë bimë, të cilat kanë veti antispazmolitike. Këto kumarina që ndodhen në brendësi të lules, te i qohen, si thuash, tek një çaj, dhe femrat mund ta përdorin 6-7 ditë para ciklit dhe 2 deri në 3 ditë gjatë ciklit. Femrat cilat nuk shkonin në punë për shkak të dhimbjeve menstruale, femrat cilat ndryshimet që kanë pasur në stilin e jetesës, pa diskutim. Ne kemi qetësuar fal këtyre bimëve, po si, thjesht fare, duke i thënë, pini 2 deri në 3 gota çaj në ditë me këto bimë. Për shembull, neve marrim për shembull në një enë ku mund të hedhim afërsisht 2-3 gota ujë. Pa përgatisim tani një çaj për shqetësimin e dhimbjeve menstruale. Por rrjedhimisht, doktor, duke qenë se gjatë ciklit menstrual, për shkak të sasisë lartë të hemorragjisë që mund të kenë shumë vajza dhe gra dhe një sasi e madhe e hekurit u mbet më to. Një rrugë e dy punë, pra edhe qetësojmë dhimbjet dhe shtojmë dhe zëvendësojmë sasinë e hekurit duke qenë se u thatë që ka hekur. Pra, shiko, do të rritet niveli i hekurit. Pra, një që është me atë policitemi agravis, nuk duhet ta përdori këtë. Se i rrit hekurin, hekuri më rrit hemoglobinën, hemoglobina kalon mbi vlerat 17 mg. Atëhere, ky grup nuk e përdor, por të gjitha femrat që kanë një cikël të zgjatur, që kanë nga njëherë në një cikël jashtë radhe, dhe në veçanti ato që kanë dhimbje të forta menstruale, pa diskutim duhet të bëjnë këtë çaj. Po, e përgatisim. Atëhere, hedhim 3 gota ujë, hedhim 2 deri në 3 lule nga bishtamithi. Po. Pra, sikur t'jetë kjo e grimcuar dhe e tharë, ne duhet hedhim afërsisht një lugë e gjysmë gjelle. Kjo thahet kështu siç është me gjithë gjethet jeshile apo vetëm pjesa e luleve? Këputen bishta, se bishtat e asaj mund shkojnë deri në 40 cm. Po, siç duket. Neve i marrim aty ku fillojnë degëzimet e luleve. Po, dhe kështu thahet. Për ka interes është një lule shumë e shtuar, e gjem kudo. Po, patjetër. Shtojmë tjetër? Do të shtojmë një lugë gjelle kalendul. Po. Atëhere, ja. Kalendulën si vjetë në e falë edhe një tharëse e të mirë që kemi vendosur, e kemi bërë... Paruar të ngjyra është fantastike. High class, do. High class. Pra, kalendul. Dhe shtojmë edhe barblete. Po sa? Për shumë ja, një fije. Kjo është e mirë, është me ata aromën e limonit, ngjyra e saj është nga e bardhë deri në të verdhë. Po të thahet kjo dhe të mblidhet, afërsisht bëhet një lugë gjelle. Atëhere, këto që i kishim nga ferma jonë, neve i sjellim këtu pranë qytetarëve. Dhe i themi, sjellim një copës natyre, një copës farmacie natyrale. Në qoftë se neve
Këtë gotë çaj do ta lejmë afërsisht 15 minuta që të përvëlohet këtu, do të përfitohet një çaj i cili që ditën e parë, të dytë, të tretë, do të jetë si regulatori miri ciklit, neutralizohen për të mos thënë zerohen dhimbjet menstruale dhe pak e nga pak organizmi fillon që ta rimarri veten në drejtim të që të shmangim sa do pak dhe ilaçet farmaceutike, sepse janë dhe vajzat vogla të cilat e vuajnë këto dhimbjet menstruale dhe detyrimisht do të përdorin diçka qetësuese, por ja kur na vjen një përzierje krejtësisht e natyrës. E mrekullueshme nga natyra. Po. Kalendull, barblete dhe lulen e bishtamithit, ose të një fletshit. Çaj do të jetë i mrekullueshëm, ka një aromë karakteristike, unë nuk e thash kot që kjo sikur ka marrë për shembull dhe ka huazuar sa nga pisha dhe bredhi, ato vetit më të qëndësishme të saj, sa nga karafili dhe kanela, po ashtu edhe nga lulja e kamomilit. Se vendosa këtu enkas pranë kamomilit, po patjetër. Ta ardhur posaçërisht me këto lulet e freskëta të njoma me ngjyrë dhe aromë fantastike, kështu që mund të vazhdojmë me kamomilin, mund t'i shtojmë dhe kamomil treshes. Mund t'i shtohet, po more mjaftojnë këto të treja janë të mjaftueshme. Tek e fundit mjafton vetëm çaj me lulen e bishtamithit dhe vajzat që kanë dhimbje të forta menstruale do të zgjidhin problemin. Kjo është e padiskutuar. Pra e gjeni në disa emra, bari pezmit, bishtamith, mi fletshi, siç e bari dhëmballës, lulja e gjizës që është kështu e bardhë dhe bukur, po dikush tha, kjo lulja tha, me të vërtet tha, sikur na kujton atë doktorin e natyrës, tha, të veshur me bluzën e bardhë, tha, dhe është ai misionari për shërimin e smundjeve. Siç është vetë natyra prej shekujsh. E tashin leteci më tutje. Në brendësi të kësaj bime, nuk ndodhen vetëm ato vajrat esenciale dhe ato flavonoide që ne i përmendim dhe acidet, por ndodhen edhe taninet. Taninet kanë veti rrudhse, astringente, që do të thotë mbyllin plag. Atëre, përse është përdorur, përse është shfrytzuar kjo veti kaq e mirë e këtyre bimëve? Kur themi mbyllin plag dhe në veçanti plagët që mbyllen me vështirësi falë pranisë së lagështirës, atëre, në të gjitha rastet kur kemi pezmatim, acarin, do më thënë skuqe të mureve të stomakut, të zorve, kur kemi ndonjë ulçër të krijuar në këto organe, kur kemi ndoshta edhe ndonjë problem tjetër, ndonjë polip e kështu me radhë në zorët e holla, kështu më falni, edhe në zorën e trash kryesisht, atëre do të ishte me shumë dobi përdorimi i kësaj bime, por që kjo e pëlqen, si thuash, është shumë miqësore edhe me bimët e tjera, në mënyrë që ne të krijojmë me të vërtet një ansambël të tërë kurativ, në drejtim të mbylljes së këtyre plagëve që janë në brendësi të sistemit të tretjes. Po cilat mund të marrim nga bimët ndihmuese të tjera? Le ta shikojmë për shembull, unë kam këtu një bimë të cilët njerëzit e shohin në natyrë, dhe kjo nuk është më e gjatë se 10-15 cm. Por, për nga vetit e saj kurative, kjo është e mrekullueshme për mbylljen e plagëve në lagështirë. Si thuash, nëse mbajmë një dorë, për shumë gjatë kohës në ujë, është e mira që neve këto të dy bimë t'i përdorim së bashku në mbylljen dhe në shërimin e asaj plagë. Po kështu edhe në zorën e trash. Me çfarë mundet që ta shoqërojmë prap tjetër kështu? Këto të dy bimë. Atëhere, nëse do të marrim për shembull, shiko, le ta heqim këtë kullesen, që bimët edhe të na duken. Pra të hedhim lulen e bishtamithit. Flasim për një çaj ditor, 3 gota ujë. Hedhim këto lulet, shtojmë barin e majasillit. Mund ta gjejmë edhe me këtë emër në internet, po mund ta gjejmë edhe me emri latinisht Teucrium polyherba. Pra i hedhim edhe këto në gotën e çajit, që të dyja këto fal tanineve kanë veti të rrudhosin, të mbyllin plag në brendësi. Patjetër, për polipe do ta shoqërojmë këtë çaj detyrimisht edhe me hudhra.
nga 2 thelpinj hudhra në ditë ose nga 3. Shiko, këtu kemi këtë në energjikun, dhjozën, të ka një gjazën. aromë, besoni, fantastike, këtë gjithën Atëre, patjetër. të imët. Pra, mund të shtojmë afërsisht kaq mendër, dhe nëse njerëzit kanë, për shembull, tendencën e një diareje të shpesht, atëre, le t'ju japim një recet, një formul tashi. Nuk diskutohet që funksionon mrekullisht mirë. Pra, ky është origani i bardhë, ose origani herakleoticum, që ka veti rrudhëse dhe është antimikotik dhe antibakterial. Atëre, të gjitha ato fitokimikatet që ndodheshin te bishtamiti janë edhe antiinflamator, edhe antimikotik, edhe antibakterial, edhe antiviral. Atëre, mund të shtojmë një deg rigoni ose një lugë gjelle, po jo me majt të shesht. Pra, i fusim këto bimët këtu në brendësi të kësaj. Shkurtimisht ne kemi vendosur bim që kanë tanine, që të rrudhosin plagët, bim që me largojnë gazrat nga zorët, si që është kjo mendra që neve futëm, mund të shtojmë edhe kamomilin nëse kemi, dhe ndoshta edhe pak kalendul. Por, si kur të mbahemi thjesht vetëm me këto 3-4 bim, që ne vendosëm këtu, kemi vendosur në organizëm një regulator të mrekullueshëm për sistemin e tretjes. Dhe pak e nga pak, ky organizëm do të filloj që të pësoj atë rigjenerimin e tij në ndihmes të veçantë në rigjenerim, në japin edhe polisaharidet që ndodhen jo vetëm tek lulja e bishtamitit, po tek lulja e bishtamitit ajo ëmbëlsia e saj nxit që rritë rezistencën e organizmit dhe ndihmon që organizmi të filloj të rigjenerohet. Kjo zihet për disa minuta, apo mund ta lëmë dhe në ujë të vakët, siç e kemi vendosur ne dhe për disa minuta lëshohen? Ne kemi sa për efekt studio e këtu, por në shtëpi neve mund t'i japim një val deri në 2 minuta. Që të mos humbasin dhe shumë vlera që Atëre, përmendëm. mirë është për shembull që të vendoset kapaku në mënyrë që këto avujt, por ne thamë nuk do t'i hedhim tek filtri bimët, por jashtë tia që të duken, t'jenë të dukshme. Pra, me këto pak bi mjekësore, neve përfitojmë një qetësim shumë të mirë të sistemit nervor. Po të vazhdojmë tutje në përbërësit e këtyre bimëve, gjejmë një kompleks të tërë të vitaminave, sidomos B1, B2, B3, B6 dhe B8. Kompleksin e B-s. Pra, kjo B kompleks më ndihmon në veçanti për qetësimin e sistemit nervor. Kështu që, në rastet kur kemi, sidomos regulatorët fillojnë që nga sistemi tretjes dhe deri tek sistemi nervor. Atëre, për ta fuqizuar pak më tej veprimin e kësaj bime për qetësimin e sistemit nervor, ne përsëri është mirë që të marrim barin e bletës ose kamomilin, pra cili të kemi njërën nga këto të dyja, dhe nëse do të kishim mundësi që të përforconim, si thuash, edhe sistemin e qarkullimit të gjakut, mund të fusim në këtë çajin edhe 2-3 gjethe për një ditë të ginkgo bilobës. Fantastike kombinimi, jam shumë e sigur që ka edhe shumë veti të tjera kjo bim, që duket shumë e rëndomt në ato zonat, siç tha dhe doktori që sta pret mendja që mund të prodhohen bim të tilla kaq të fuqishme dhe kaq me shumë vlera. Mi fletshi, mi vepruese, mi kuruese, duhet të them, pastaj për shumë gjëra të tjera shëndetësore. Si thua, deri në lartësinë 1800 metra mbi nivelin e detit. Pra, me këtë zonjën Filloreta Prifti, kemi qenë në Kolonjë, gati në rrëzën e malit të Gramozit, dhe po dje neve mblodhëm, si thuash, edhe këtë barin e Majasilit, e këto mendrat e barin e Bletës, gati në buzën e detit. Pra, shiko çfarë vertikaliteti kanë bimët. Atë e gjetëm që në kodrat në lartësinë 500-600 metra, deri në gati 2000 metra, ndërsa këto të tjera duke filluar që 50 metra mbi nivelin e detit dhe deri në 1000 metra. Që do të thotë, të gjithë njerëzit, këto bim i shkel me këmbë dhe pse duhet bëhet operacion nga sistemi tretjes, nga zora e trash, kur ne këto i shkeli me këmbë. Da jemi këtu për t'ju mësuar vlerat që kanë këto bim në rëndon. Nëse do bëhet ai çaj dhe me ginkgo bilobën, atëherë ky çaj
do të na japi me të vërtet një qetësim të sistemit nervor dhe një gjumë të qetë. Qartë. Faleminderit shumë, doktor, për informacionet që përcollëm sot rreth mifleçit apo bishtamithit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Edhe një herë i keni në YouTube çajrat që u përgatitën sot. Kalofshi ditë të bukur, nesër përsëri me Reze Diellin.